përshëndetje. Jam shef Enveri, jam shef I kuzhinave He Petrol Corporation. Sot për emisionin në muajt e gjuhës kemi vendosur ta përgatisim një tartar, një salmon tartari. Për këtë në recetë në vitet salmoni freskët, avokadoja, qepa e kuqe, trombi I tushi, magdanas. Këtë recetë do të bëjmë thjesht që të kemë mundësi edhe njerëzit në shtëpiat e tyre ta përgatisin. Fillojna me prerjen e salmonit. Salmonin e prerjem në copa të ime. Pra mendoj që për një porcion është salmoni mjaftueshëm. Edhe trongut I prerjem në mënyrë të njëjtë. Jo shumë trongut që mos ja merr aromën trongu I salmonit. Pra në këtë mënyrë. Qepën e kuqe. Dhe mori pak magdanos freskët. Edhe magdanosin e prerjem në copa të ime. Dhe të gjitha I fusëm një së bashku. Dhe e spërkasim me limon. Tash një lugë e përzim të gjitha. Fillojmë me marinimin e salmonit sa më herët. Kryposim pak. Edhe pak biber të zi. Tash besoj që salmoni është I gati. Këtë salmon kemi me shërby me avokado, me sos të magdanosit dhe me djathë freskët. Do kemi edhe avokado. Edhe avokado me prerjem në të njëjtën mënyrë. Sosin e magdanosit e kemi përgatitur më herët. Do kemi sosin e magdanosit. Spalja vendosim avokadon. Në këtë mënyrë. Mandej vjen salmonin vajnu. Dhe sipër salmonit vendosim djathën e freskët. Këtë fa. E largojmë anu. Tash marrë disa fleta dekoruese, sa për ta dekoruar pjatën. Ashtu. Kjo është pra pjata për emisionin në muajt e gjuhës, salmon tartar. Ju bëf mirë.